Ne kemi parë përmirësime konkrete në drejtim të bashkëpunimit rajonal, krejt të paimagjinueshme disa vite më parë, në luftën kundër krimit ndërkufitar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale, vazhdojnë të përbëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Sfidat që lidhen me krimet në fushën kibernetike dhe përdorimi për herë më i madh i teknologjisë dhe i kriptomonedhave në veprimtaritë kriminale kërkojnë një përgjigje efikase. Zhvillimet e fuqishme teknologjike kanë rritur ndjeshëm kapacitetet operacionale të individëve dhe rrjeteve kriminale, ndërkohë që adaptimi i strukturave tona me këto transformime ka ecur relativisht ngadalë. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Aktualisht, SPA ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vende të Bashkimit Evropian, por edhe me vende të rajonit, si dhe një skuadër me vend të Amerikës Latine. Ky forum është i nevojshëm për të kthyer vëmendjen tek 3 elementë shumë të rëndësishëm të bashkëpunimit ton rajonal, siç janë skuadrat e përbashkëta hetimore dhe operacionet ndërkufitare, hetimet financiare dhe rekuperimi i aseteve, komunikimi i sigurt dhe ndarja e informacioneve inteligjente në kohë reale.